me Shtetet e Bashkuara të Amerikës realisht ka parë që anën serbe të përqendrohet në pjesën të themit të elektronikës dhe pjesës shumë të avancuar sot të inteligjencës artificiale. Pjesa e cila është e lidhur me Francën, është pjesa aviacione që francezët janë jashtëzakonisht zhvilluar dhe diçka tjetër. Kanë një qasje shumë interesante me Izraelin. Kanë gati blerje mbi 55 milion dhe kanë quar armatimet dhe një pjesë armatimeve serbe thuhet që përdoren Gaza. Dhe kjo ka qenë ironia që përdorin analistët serb disa që ishin më të ftotët, që thoshin, po si ka mundësi që iku Al-Saed, do me thënë, që bombardohet Gaza në këtë lloj mënyre dhe me armët e këtyre, dhe i duart orket, sepse i duart orkiti ishte nga të vetmit njerëz që duart orkiti, bashkë me ministrin Gashic. Dhe kjo ishte një çudi shumë e madhe, sepse është e pamundur që të bësh këtë. Serbët po i përdorin të gjithë këtë politikë, edhe blerjen ne po shmangim tanket ruse. Kishte pafund tanke ruse dhe autobindet e vetë. Ato tanket janë prodhimi të rusë, janë T-72, por modifikuar në Serbi. Ky ishte ajo që ju thash pak më përpara, që është në këtë paradë kishte një gërshetim të armatimit vjetër me armatimin e ri. Po të gjitha këto marrëdhënie i japin pak përgjigje dhe pyetjes së që bët ju. Ata pjesën ushtarake, duke ditur që bota sot po armatoset jashtëzakonisht përballë një lloje gare që e kanë futur botën të dyja fuqitë e mëdha, ata po shfrytëzojnë për pjesën e tyre ekonomike, për fatin e keq. Zoti Vučić, në vend që të bënte diçka më ndryshe për vendin e tij, sepse në momentin që e ka bërë gjithë energjinë për ekspozitën e 2027-s, që tregon statusin e vendit, ai po i bën marrëdhëniet ekonomike nëpërmjet marrëdhënieve ushtarake. Unë besoj që jemi përballë të papriturve të mëdha. Dhe unë besoj që pika më e ndjeshme për ne është pika e Kosovës. Dhe në çdo moment personalisht jam shumë i ndjeshëm ndaj lajmeve që vijnë ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. A do jenë vazhdimisht pjesë e rëndësishme e KFOR-it apo jo? Sepse me çfarë shikohet, nëse nuk janë forcat amerikane dhe forcat angleze në KFOR ose po të reduktohen, Kosova, ushtrit e tjera nuk e përballin dot peshën e agresioneve të tilla. Prandaj ka ardhur koha që Kosova me Shqipërinë duhet të kenë politika shumë më të afërta dhe politika me qitje shumë të largët. Pse? Edhe Shqipëria ka marrëdhënie shumë të mira me Izraelin dhe ne po marrim jashtëzakonisht armatim nga Izraeli dhe po na asistojnë. Por të lind pyetja e thjeshtë, si ka mundësi që edhe ne dhe serbët jemi shumë të varur nga Izraeli tani për sa i përket qasjeve